tash mbetemi me art, po dalim prej artit muzikor tek arti pamor, edhe një në vërtet është edhe art, edhe mundet më qujtë edhe gazetari, se është komentim, karikaturistat quhen komentator, e komentimin, nëse keni studiu gazetari, nëse ne keni mësu për këta, është niveli maj lartë i gazetarisë, do më thonë, komentimi ose komentatori. Na e di që e lidhim gjithmonë komentatorin me sportin, po kur flitet për komentator, flitet për personat që komentojnë ngjarje të ndryshme, e disa prej tyre janë edhe karikaturistat, pra, janë. E këtu e kemi në studio, e kemi Agim Krasniqin, që është drejtori i festivalit ndërkombëtar të karikaturës, festivalit të 8 ndërkombëtar të karikaturës, edhe 2 anëtar të jurisë, Firuz Kutal nga Norvegjia, edhe Davor Trgovčević nga Kroacia, që kanë qenë anëtar të jurisë ndërkombëtare. Mirëmëngjesi. Good morning. Good morning. Agim, dje ka qenë festivali, edhe... Ka qenë. Ka qenë. Jemi lo. A je lo, apo? Alo ki punti me raportime tash me sene, kështë që tash shumë mirë kemi kalu. Kemi kalu mirë. Kalon një përshtypje të publiku festivali grandioze, muj me thonë. Ka qenë shumë bukur, shumë personat eminente ka qenë vizitu. Se kemi shprizur rastin se në Grand Hotel e kemi majtë ekspozitën, kati tret, vetëm Gusia ka marrë qatë si përfaqe komplet artistet për artist. De facto, po thiret ajo pjesa ku ai organizon festivale ose organizon ekspozita ndryshme. Ashtu që pram kemi qenë në presion, akoma jom në atë presion, në stres, muj me thona. Po, kjo është normalisht kalu se krejt. Edhe kemi kalu shumë mirë. Juria ka punu vendore shumë shtirë, kemi pas dikon 700, këtu e kemi caksisht numrat, sa e kemi pas karikatura sa shtete, du me thonë, e kemi pas 55 shtete, 738 karikatura kanë ardhë, edhe participiantës kanë qenë 299. Pse keni pas 2 juri? Si? Pse i keni pas 2 juri? Pa... Tash, veç imaginoni, kur e kije një numër 738 karikatura, është një numër që nuk mundesh me kalu sa shpejt. Duhet juria vendore me vendos. Cilat karikatura kanë me hi në finale. Do me thonë, ata e gjojnë për shembull 80 karikatura, që ashtu o kohën, edhe cilat shkojnë në ekspozit, ekspozohen, ata karikaturat jonë ata karikaturë që kanë hi në lojë, për fundimtar. Po, me bo ma cakt, se është festivali internacional, me bo ma cakt, atëre kemi formu edhe jurin internacionale. Ata kanë votu me poena, me boda, për matë mirën 15 poena, për dytën 14, 13 deri 1. Si në Eurovision? Kure kemi bledhë të gjitha numërat, kanë dalë fitus. Po. Edhe ajo është ma e drejta që egziston, mos me donë hak dikujna që nuk meriton. Po, mos pi në hak. Jo, e pas që veç i keni shpallë dhe këtu, do më dhënë kjo kuro pëtu kjo, se fitusi pas këtë pas tu? Konkursi shpallët në mediat, të në gjithë ata, se në botë e kemi karikaturistat edhe karikaturat, mediat cilat miren veç me festivale. Po. E kemi Indian Tones, we have Indian Tones, Egypt cartoon, Syrian cartoon, Latin American cartoon. Latin American cartoon. They are taking all the links from social media and they are published. Okay. Po e marrin ato linkat edhe publikojnë, atëre po paraqiten karikaturistët. Okay. Na kemi pas edhe festivalin e 7, jo, 6, festivali 6, ku kemi prezentu nonën Tereze, o ku në karikaturë. Kom pas, u dashtë me marë leje prej Don Lush Gjergjit edhe kishës katolike me shpall konkursin. Po. Shumë shtirë kërë arrit me bind ata që nuk është diçka keq. Edhe është shumë gudzishme me marë me to, me karikaturë, nonën Tereze me bo është.
Po kemi arrit. Dolur Gjergji ka qenë hapje, ka majt një fjalim mrekullueshëm, edhe u falenderu që e komi përdor Nona Tereza është gjithkund. Edhe kemi tregu botës që na është e jona, Kosovës. Po. Ajo prejoj dhe ka prej këtujt. Exact. Firuz, do you agree with Agim? Yes. Yes, agree. So Very much. you were born in Turkey, right? And then moved to Norway, where you finished your 40 studies. years or something. 40 years, and you work with cartoons, Yes, caricature? yes, I am professional cartoonist. Make my life with the cartoons. Yeah. Also, I sit many juries around the world, and this is my second jury work here. Yes. But this is very good exhibition and competition because we know Kosovo by this way. It is very known now. It's 8-1, and internationally people know about Kosovo and Kosovo. Through the through the art cartoon. Yeah. They know. Tregoj, Firuzi është lind në Turqi, pastaj ka studiu, ka lëviz në Norvegji, ka studiu atje, edhe është shërben, ka qenë karikaturist që shumë vite, edhe shërben ka shërbyer si antari jurist në përplot juri festivalit e karikaturës, dhe tash është hera e dytë e tij që është në Kosovë, do të thonë e njeh Kosovën përmes artit. So, what were your impressions of the competition here, and in general, what did you take out of your experience here? First of all these cartoonists, when they sent here, they create solidarity and friendship. And also, it is very important at these days, we have to think peace and political, whatever you choose, right or wrong. It is important to see cultural relations. So this is important for human, actually. So I feel that we manage here in Kosovo, Pristina, that we created a friendship and known this Kosovo internationally. I think it's very, very good for us, everybody. Tregoj që përmes artit kanë arrit, domethënë me kriju lidhje të reja, shoqëni të reja, edhe shoqëni në një kohë të vërtet kur pak flitet, që na nevojitet shumë më shumë paqja në botën e sotme turbulente. Tash po dalim pak edhe te antari tjetër juris, te Davorin Trgovcevic. Davor ili Davorin? It's the same name, just shorter is Davor. So. Okej, Davor paska emrin më të shkurtër, derisa Davorin emrin e plot. Është lindur në Kroaci, në Slavonski Brod, tash jeton në Zagreb. Davor, je li ovo prvi put što ste na Kosovu? Prvi puta sam na Kosovu, prvi puta u Prištini i moram odmah reći nevezano na karikaturu da sam, bez obzira što smo sa istih ovih prostora i imamo nekakvih informacija od prije, da sam zapravo impresioniran kako Priština izgleda kao jedan zapravo velegrad i da mi je doista ne samo bilo ugodno ovdje radi društva i radi Agimovog gostoprinstva, nego i radi Prištine i ovo što sam doživio u ova 2 dana, odnosno vizualno kako sam to sve skupa doživio. Për Davorin është hera parë që është në Prishtinë, thotë që është i impresionuar për si ju ka duk Prishtina, një qytet i madh, edhe pastaj tregon qysh normalisht kanë lënë përshtypje edhe miqësia e tij me artistat këtu dhe krejt përvoja e tij që e ka pas në Kosovë.
So what did you think, what did you think about the competition and how did it, what impressions did it leave to you, like the competition, the caricatures that we had, the cartoons that you had here, like for example, we have the winner here, which caricature is very political, can be very political, and it's a sort of, it's an opposition to whatever happens, and opposition to autocracy, to maybe also radicalism and far right. And how do you see, let's move actually to this question, how do you see caricature in today's world and the need for it in today's world with so many new media, digital media and everything? Pa, imamo naravno i čujemo se i družimo po kojekakvim festivalima i imamo naravno informacije i kako je drugdje. Nažalost, ta dnevno-politička karikatura koja je jedan zapravo od tri, ajde recimo tako, glavna oblika karikature, je poprilično izbačena iz novina, kao što su zapravo i novine same po sebi u jednoj krizi. Iako naravno postoje i drugi kanali gdje bi ona mogla postojati na portalima, gdje bi isto imala svoju funkciju. Nažalost, nema je više puno niti u Hrvatskoj, a znamo da je tako i u većini drugih država. No, opet s druge strane, i ovaj festival, konačno i ova karikatura, to je taj jedan drugi i treći oblik karikature. Ta geg, mi ju zovemo geg karikatura, festivalska karikatura, koja ne mora biti nužno provokativna, ne mora nužno izazivati nekakve političke konotacije, nego naprosto nas samo nasmijat, a znamo da je smijeh lijek, pa je to uvijek dobro došlo. I taj treći oblik karikature koji je ovdje bio isto vrlo impresivan, portretna karikatura kao zasebna kategorija. A čim vi na jednom festivalu skupite preko 1000 radova, to znači da je sasvim sigurno među njima i nekoliko desetaka i stotina izvrsnih i jako, jako dobrih. Folëm e pyeta për karikaturën dhe gjendjen e karikaturës në ditët e sotme me mediume të reja, me zhvillim të teknologjisë. Ja pra këtu po e shihni edhe karikaturën fituese, edhe pastaj folëm edhe për, ja po e shihni pra disa persona në një varg të quajtur Evropë, me flamur të Evropës është nalt, edhe ku të gjithë po tërheqin në anën e tyre. Do të thonë kjo flet karikatur që flet për gjendjen politike të Bashkimit Evropian dhe është karikatura fituese e Agim Sulajt që e ka përfaqësuar Italinë. Edhe folëm me zotëriun këtu, me anëtarin e jurist, Davorinin, për çështjen e karikaturës në ditë të sotme, që tha karikatura politike, kjo që është një farë lloj kritike ndaj gjendjes momentale politike shoqërore, nuk ka çast shumë vend momentalisht në gazetat tona, po dhe gazetat normalisht janë në një krizë të vetën. Na e dim që në Kosovë na jemi vendi i vetëm në rajon, në Ballkan, ndoshta edhe në Evropë, që nuk kemi gazeta të përditshme të shtypura, që është në krizë pra dhe nuk është pjesë e madhe e mediave në ditë të sotme, po tregoj që është edhe lloji i dytë i karikaturave, që janë karikatura, domethënë që paraqisin situata të ndryshme dhe nuk kanë domethënë lidhje ndoshta direkt me aktualitetin, edhe në karikaturat që janë argëtuese që të bëjnë me qesh. Pastaj foli edhe për karikaturën e llojit të tretë, karikaturën e portretit, portretet që i kemi për shembull këtu. Kjo është lloji i këtij lloji i tretë i portreteve. Besoj që shumica prej nesh kur takohemi me karikaturën për herë të parë në jetë, takohemi përmes këtyre portreteve, se na japin përshtypje për shkak të egzagerimeve që i përdorin në paraqitjen e karakteristikave të fytyrës së një personit. Po tregoj që është shumë i kënaqur me ato që e ka pa në festival, sa i përket karikaturave, se tha si t'ja del një festival me arrit me mbledh mira punime nga qindra karikaturist, atëherë dihet që është, të më thënë, është një festival shumë i arritur.
we are the first, actually, we're, I think, one of the only countries, because I mentioned it also while translating you, we are one of the only, or maybe the only country in Europe that don't have a daily newspaper. And you mentioned that newspapers are out of circulation, like there are less now, but like in Kosovo, we have no newspapers at all now in the morning. So what's happening we spoke about Croatia, about like caricature there and newspapers there a bit. What's happening also in this aspect in Norway? Does caricature cartoons still hold the place in media, or are there newspapers? Let's start with that. Are there daily newspapers in but Norway? This is the same everywhere nowadays. But we try to make cartoons as powerful as it is, because people need expression. People need to not only they need to share the ideas. Yes. And you don't make forbidden the cartoons, the thoughts, and that's why also not only economical, but people don't use cartoons in the newspaper because of they tell a lot, but journalism is not a crime. Yeah. So we try too much for all media. Now is usual media, social media, like digital. We try to be there, and there are a lot of still people take care about cartoonists and their work. So yeah. Yeah, because I started also in the beginning, I mentioned that cartoonists are basically commentators, are the highest form of journalism. In a way. Pyeta për gjatjen e gazetave edhe në Norvegji, se tregova që në Kosovë nuk kemi gazetat të përditshme. Dhe tha që po, ende mundohemi me mbajt gjallë ato, po edhe me përdorë edhe mediat e reja, edhe rrjetet sociale, pasi që njerëzit kanë nevojë me shpreh veten edhe me shpreh idetë e veta, edhe karikatura është një lloj mediumi shumë i mirë, një lloj dritare që e bën atë gjë. Ti kthehemi tash pak Kosovës, po derisa i shohim, derisa edhe i shohim fituesit e çmimeve, mundeni mi pa vet karikaturat më të mira janë ato që edhe s'kan nevojë për shembull për shumë shpjegim, po shihni edhe këto çmimin e dytë edhe çmimin e tretë. Të dy karikaturistëve nga Irani, edhe pastaj kemi edhe çmimet speciale. Agim, a ishte vështirë, a është e vështirë mu mbajt gjallë karikatura në ditë sotit edhe sigurisht në Kosovë, a ishte vështirë mu mbledh gjithë këta artist këtu edhe gjithë këto karikatura për këtë edicion? Të shta e dim që karikatura si karikatura është pjesë artit vizual, cila trajton çdo diçme situatat që ndodhen me një shoqni. Karikaturistët, cilat punojnë këtë punë, janë pak. Në botë na e kemi nashta 2 milion artista mirën me piktura, me skulptura, me këto elementet e artit që e ka, po karikaturistët janë shumë pak. Edhe karikaturistët që janë suksesshëm, ata janë edhe ma pak. Po, normalisht. Edhe është shumë vështirë me një shoqni që de facto, mundem me thonë edhe këto, që karikatura është ajo sheja që tregon një shoqëris rrugën. Një rrugë, që nuk ka shejat, nuk ka... Një rrugë alternative. Atëre jënë pur, eksik, diçka nuk është mirë. E karikatura e ka qatë qëllim me tregu, ka është rruga ma e mirë, ose me kritiku në përmes karikaturët, edhe me shtime qesh në përmes karikaturës. Ja që po bash ti ndalemi në këto, në qëtë karikaturë, te José Adnael Silva prej Brazilit, për shembull që të shohim edhe bashkë me shikus, të afrohen edhe pak nëse mundet kamera, po e shohim bashkë sot e poshtë një postim në rrjetet sociale, ku tregon që njerëzit janë bërë shumë dopt momentalisht, shumë të butë,
edhe pju pengon gjithçka dhe po ankohen për gjithçka, derisa ma herët kur na ka ndodhur një vështirësi, shkojmë pas pari mas nalti regjia nëse mundeni, kamera, nëse na ka ndodhur ma herët një vështirësi, kemi jemi ballafaqu me ta, edhe ta shkojmë korët pak ma poshtë, vazhdojmë, njeru prap ballafaqohet me vështirësi, kurse në ditë sodet, do të thonë çfarë jemi bo fragjil, që friksohemi nga mushkonja. De facto kjo është një udhëtim në kohë. Po. Tregon problemet të kohës. Para historisë. Prej çka e tjon tut njerëz deri në fund. Po ku e kemi na rrugën? E ta shtutëm prej një komenti edhe prej një ofendimi. Çashtu. Ku e kemi na me teknologji ta ku po shkojmë? Na kemi mutut edhe prej drona. U dash dronin me qit aty. Sa i përket se është e më rrezikshme se Bitcoin. Sa i përket teknologjisë, ja e kemi edhe këto për shembull, për teknologji derisa Arktim, që kjo karikaturë për shembull më pëlqeu shumë. Arktim kemi sa dush, do më thonë entertainment sa dush, po ushqim jo. Shumë bjerë ke marrë një... Po ushqimi me në ditë sotit, ushqimi do më thonë me rrjetë sociale, me teknologji, derisa barku në mbeti zbrazët, po ndështë edhe shpirti edhe truri në mbet i zbrazët. Po, dhe shta mundal me këto, bile pas kemi shëtit këto dhe në për emisionet ardhshme, kështë që falimderit shumë që ishit me neve. Ky ishte festivali 8, a mbahet çdo vit festivali tash? Çdo vit. Thank you very much for being with us. I'm sorry for the interview being so short because we had to also to translate and to hvala mnogo što ste bili sa nama I thank you very much for your work and for visiting us in our show. If you have something to add. Thank you also to you that you invite us. Of course, like it's you did. It's a pleasure, and actually, I know I have a lot of stuff to discuss tomorrow on tomorrow's show, to check out a lot of caricatures with my viewers, and because it's a very good critique of today's world and good perspective on today's and yesterday's world. This is important to watch the cartoonists and support the cartoonists economically also. But also smile and make life easy for everybody to think. Është me rëndësi, do më thonë, mi përkra karikaturistat, me pa veprat e tyre, mi përkra edhe financiarisht, po edhe me qesh, do më thonë se e bon jetën shumë matë mirë. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.